Kryeministri Edi Rama doli ditën e sotme në një konferencë me gazetarët për të bërë bilancin e 2025-s. Për të folur mbi këtë konferencë kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, besoj se ju e përcollut konferencën e Ramës, çfarë ju bëri përshtypje më shumë, cila temë ishte, po themi, tema më e rëndësishme e kësaj konference? Nga gjithë konferenca që më bëri Rama, ajo që ra në sy ishte vazhdimi i betejës me drejtsinë apo me SPAK, më mirë themi, dhe FBI-n. Pjesa tjetër ishte një konferencë, themi e shthurur nga vetë kryeministri, pasi e nxirrte Shqipërinë si një vend me një rritje ekonomike, me vendi më i parë apo rritje galopante të shkallëve të infrastrukturës për sa i përket digitalizimit të vendit e tjera. Por ajo që binte sy gjatë gjithë konferencës ishte thash luftën kundër SPAK-ut dhe një nga deklaratat e tia gjatë konferencës apo thëniet e tia gjatë konferencës ishte momenti kur ai ju drejtua SPAK-ut që ne jemi ata që e kemi në dorë SPAK-un, themi, pasi kemi votat në kufond. Dhe këtë lloj retorike ai e përdori e kamufloi më mirë themi me atë qëndrimin e opozitës, pra duke qenë se opozita thotë Rama e sulmon SPAK-un dhe është gati ka bërë deklarata për ta shkrirë SPAK-un, por jemi ne ato thotë që kemi votat. Pra, në një farë kuptimi ishte që nëse Rama kërkon nesër ta shkrijë SPAK-un, votat i ka dhe këtu tregonte që ka dhe votat e opozitës për ta bërë këtë lloj veprimi. Kështu që e gjithë lufta e tij sot ishte, apo gjithë shpreha e tij në këtë konferencë shtypi ishte vetëm tek SPAK-u dhe ajo ripërsëritja e tij që SPAK-u nuk është opozite e qeverisë, pra SPAK-u nuk duhet të sulmojë qeverinë, nuk duhet të arrestojë njerëzit e qeverisë dhe për të treguar atë që këtu komandon ai, domethënë ka kthyer, ju kam thënë që ka kthyer vendin në një republikë kryeministrore, pra vetëm ai duhet të marrë vendime dhe vetëm ai vendos për gjithçka, nuk ka rëndësi se ministrat e tij apo zëvendësja e tij apo çdo person tjetër i tij, duke përfshirë dhe oligarkat, mund të vjedhin, mund bëjnë korrupsion, mund të shesin, mund shkelin çdo vit kuqet për sa i përket edhe sigurisë kombëtare të vendit, nuk është i prekshëm për sa kohë nuk jep leje ai. Pra ai mendon akoma atë, jo mendon, po ai kërkon domethënë të vazhdojë akoma atë politikën e tij kundër politikës Amerikës dhe sidomos kundër politikës Trumpit. Zoti Merkoçi, duket e rastishme që teksa kryeministri Rama fliste, po themi, me kritika ndaj SPAK-ut dhe BK-s, në të njëjtën kohë ambasada amerikane publikoi një njoftim që thoshte që një prej hetuesve të SPAK-ut ishte trajnuar nga FBI? Jo, nuk mund të krahasoj, ai ishte përgjigje konferencës shtypit që ambasada amerikane e botoi, që një nga personat kishte mbaruar në Amerikë studime dhe ishte diplomuar dhe do t'i atashohesh BK-s dhe këtu fliste për një bashkëpunim të thelluar dhe tregonte mbështetjen që i bën Amerika qoftë SPAK-ut edhe qoftë BK-s. Pra është ajo vazhdimësia e luftës duke u mbështetur edhe vendimet apo që kam tashmë është në tavolinën e Trumpit për sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe ajo që unë kam theksuar edhe në shkrimet e mia, këtë kam theksuar që nuk është puna ke Ballkanit Perëndimor, por është thjesht lufta kundër drogës, krimit të organizuar, pastrimit parave, mafjas shtet që ky ka ndërtuar dhe është, po të themi, kanë kalu tashmë, unë them se kanë kalu në nivelin personal, në emër personal, duke përfshirë Ramën, domethënë, jo më Shqipëria, se Shqipëria nuk ka në një forcë të madhe, por është ky person i cili po e mban bashkë me politikën dhe politikanët shqiptarë, të cilët nuk po reagojnë absolutisht në asnjë moment, nuk po reagojnë
gjatë gjithë veprimeve apo vendimeve që merr Amerika. Dhe fotoja që ata e botuan dhe lajmi që botuan ishte përgjigja më e mirë që ata i dhanë në mënyrë diplomatike, i dhanë Ramës për sa i përket SPAK-ut dhe BK-s. Jo pa qëllim, ju thash, e gjithë konferenca e tij ishte një luftë e hapur, pavarësisht nga fjalori që përdorte, por ishte një luftë e hapur kundër SPAK-ut dhe BK-s, pra më mirë themi kërciti dhëmbët, ka shityre, pra ju nuk mund bëni asgjë, nuk mund jam ai që vendos, unë kam vota, çfarë do lloj gjëje që sillnin, ne do vëmë barriera parlamentin, ashtu siç vuri dhe gjykata kushtetuese, por them se tashmë nuk kam më forcë ta bëj dhe të gjithë këtë, e gjithë retorika e tij tregoi edhe një herë që ai nuk ka asnjë lloj ndikimi më në SPAK apo në BKH. Por ajo që thash që ishte më kryesore se gjatë konferencës që ky bënte për shtyp dhe godisë BKH-n, ambasada amerikane gjeti momentin për të botuar ato foto dhe me një shkrim të qartë dhe të pastër, me një shqipe të pastër fare, duke treguar që ne jemi në bashkëpunim të plot për krimin organizuar, për drogën, dhe ky person, i cili është diplomuar në Amerikë, do t'i atashohet BKH-s në Shqipëri për të vazhduar atë lloj betejë e cila më tashmë ka nisur dhe për mua është betejë pa kthim. Zoti Markoçi, në fakt Rama kishte mjaft kritika ndaj SPAK-ut e gjithashtu lidhur edhe me kërkesën që prokuroria e posaçme bëri në Kuvend. Dhe një ndër, po themi, reagime që kishte ishte që nëse ai do ishte antar i komisionit i Këshillit të Mandateve, do u thoshte prokurorëve që kërkon arrestimin e Ballukut, çoni, dilni jashtë dhe hajdeni kur të keni një dosje më të mirë gati për Kuvendin e Shqipërisë. A ishte kjo një lloj, po themi, që te i kalon kritikën? Jo, ky ishte brutaliteti i Ramës, se ai është natyrë është mësuar në mënyrë brutale, është mësuar të flasë dhe të përgjigjet, por ishte ajo nën kuptimi Rama nuk i kishte thjesht me SPAK, si SPAK, si emër SPAK. Rama ishte në linjën sorosiane, me atë që është munduar gjithmonë ta fshehi, ta bëj, dhe ashtu siç e fsheu takimin që bëri me Alex Sorosin dhe përvajti tashmë në Paris, ishte para javë kur ishte në Katar dhe pastaj u drejtua në Paris dhe atje kishte një takim kok a kok me Alex Sorosin, po gjë që nuk e botoi në faqen e tij dhe çuditërisht Aleksi i boton këto foto dhe këto takime që bën me Ramën. Pra është ajo pjesa që unë kam thënë kohë më parë që ky ka marrë rolin e portavoçes të Sorosit në Amerikë. Dhe dalja jashtë, jo dil jashtë prokurorët, duhet kuptoni një gjë, ai me këtë të dalë jashtë Amerika, jashtë ndikimit që ajo ka në SPAK apo në drejtsinë shqiptare, që po shohim se ka një ndikim tashmë dhe SPAK-u dhe BKH-ja kanë marrë një drejtim tjetër, një forcë tjetër tash, fal edhe atij vendimi që është në tavolinë të Donald Trumpit dhe Rama e ndjen, domethënë të gjithë fuqinë e atij vendimi dhe e ka të qartë që rruga e tij është e prerë. Por ka edhe atë pjesën tjetër që unë e kam deklaruar që ky është caktuar nga Sorosi apo kjo lloj organizate ku janë të përfshirë të gjithë majtët, të gjithë globalistët dhe arrin të ta caktojnë si portavoçe të tyre për t'u kundërvënë politikës amerikane, dhe ky gjen çdo lloj momenti dhe çdo metaforë apo sarkazëm që përdor apo ironi që përdor, krahasimet që bën dhe i bën pikërisht dhe kjo ishte një përgjigje që i jep Amerikës dhe jo SPAK-ut si prokuror të SPAK-ut, se din shumë mirë që ata prokuror tashmë, ajo që kanë deklaruar qoftë Dumani, po qoftë edhe kreu i ri i SPAK-ut kur deklaroi që ne jemi në sinkron me FBI-n dhe DEA-n amerikane. Kështu që ai e ndjen këtë lloj frike dhe ndjen edhe atë frikën e ardhjes së forcave të tjera të DEA-s në Shqipëri, të cilat tashmë janë të instaluar në Shqipëri dhe do veprojnë
në mënyrë, unë them se duhet veprojnë në mënyrë të pamëshirshme, ka shi drogës, ka shi korrupsion dhe pastrimit të parave, ku të gjitha shkojnë tek Rama, i cili jo vetëm që është bërë komandant i tyre apo është lideri i tyre, po ka arritur që ka prekur edhe interesat e kombit shqiptar, qoftë me Haxhin, qoftë me Energjinë, qoftë në të gjitha drejtimet, po ka prek edhe interesat apo sigurinë e Amerikës. Dhe kjo është ajo pjesë që ai është i tërbuar. Nuk e dëgjova në asnjë moment kritikën që i bëri ajo FMN-ja, nuk dëgjova në asnjë moment për kritikën që i bëri Komisioni Energjetikës Evropian. Pra Rama nuk përmendi asgjë nga këta përveç se atyre lëvdatave të tij, duke dalë para pasqyrës dhe duke lavdruar veten, absolutisht asgjë më tepër nuk kishte. Dhe gjithmonë i vëmendshëm për të sulmuar politikën amerikane dhe vetë Trumpin. Me metaforat e tij, me krahasimet që bën, me cinizmin e tij, ai mundohet në çdo moment ta shfaqë këtë dhe ta godasi në një formë apo në një formë tjetër. Ashtu siç bëri edhe me Macronin, domethënë. Batutën që bëri me Macronin. Kësaj radhe e kishte para pasqyrës vetë dhe fliste ato që ai donte të fliste. Por t'jeni të bindur që nuk mundet për sa kohë Spaku tashmë ka një forcë tjetër dhe PKH-ja gjithashtu ka një forcë tjetër. Kanë marrë një siguri tjetër, patjetër që thash kjo rrugë është e mbyllur dhe ai për mua do të jetë ajo pjesa ku vetë ambasada amerikane botoi atë shkrim dhe atë foto të antarit të ri të PKH-s që pritet të vinë në Shqipëri. Si duket ishte pikërisht kjo gjendja të momentit për të përgjigjur në këtë lloj forme dhe prandaj thotë që po të isha unë kryetari i komisionit. Njëkohësisht thash është ajo pjesa që ai i dha dhe sinjalin që çfarëdo lloj kërkese që ju do sillni për t'i heqë imunitetin çdo lloj deputeti aty, çdo lloj ministri apo deputeti që ai nuk do t'ia heqë, do gjej një barrierë ka shi kuvondi tashmë, jo më gjykatës, por do ta bëj me kuvond tashmë. Dhe kjo ishte ajo përgjigje që i dha, domethënë ai sinjali që ai tregoi që unë do komandoj çdo gjë derisa ti jam unë nuk do të ketë asgjë. Shohim se si do veproj PKH-ja, sepse po të marrim rastin e Belinda Ballukut përveç tunelit të Llogaras, kemi edhe ka dhe janë bërë 7 akuza tjera për sa i përket bypasseve, rrugëve më the tash apo energjetikës. Por ky do të vazhdojë atë lloj linje dhe atë lloj politike. Nuk më bën çudi, domethënë egërsia e tij. Më tepër shoh apatinë e opozitës që është e paaftë të krijojë domethënë një kaos apo një frym tek populli, sepse ky është njeri themi i vdekur i pakallur. Por gjithë situata është mjaft e ndërlikuar për sa i përket politikës dhe sidomos qeverisjes së tij, në të njëjtën kohë që ne e dim shumë mirë që ne nuk kemi as president, as kryetar kuvendi, asgjë, sepse është ky mbi të gjithë dhe ky firmos dhe vendos mbi të gjitha. Do të shohim a do dali, do jeti zoti domethënë ta përballojë domethënë sulmin apo goditit që do t'i japi Amerika. Unë them se kap një plan B, gjithmonë ka një plan B, gjithmonë ka një mënyrë tjetër për ta spostuar Ramën tashmë nga posti i kryeministit, një post i cili çdo ditë më tepër bëhet më i keq dhe më dramatik për shqiptarët, sidomos për shqiptarët të cilët po vuajnë varfërinë apo po detyrohen të largohen nga Shqipëria. Dhe ky atë kërkon, domethënë që ta shpopullojë këtë vend, nëse do shihni nëpër dyqane apo nëpër kioskat e Tiranës të paktën, do të shihni që kanë filluar të punësojnë në filipineze, ku diun njerëz të tjerë. Pra, rinisë shqiptarë po i vje dryni për sa i përket punësimit,
dhe vazhdojmë atë programin e Sorosit. Pavarësisht se shqiptarëve ndoshta i duket pak si e tepërt kjo deklarimi i Sorosit gjatë gjithë kohës, por duhet ta harrojmë që Sorosi nuk është asgjë tjetër përveç se një komunizmi të ri. Megjithatë, zoti Markoçi, Rama tha që nuk do ketë zgjedhje të parakoshme, nuk do ketë qeveri teknike, zgjedhjet janë në 2029. Më kujton atë shprehjen e paraardhësit të tij ku deklaronin që nuk do ketë këtë, nuk do ketë. Sa herë që përmend që nuk do ketë, do të thotë se e ka ndier, domethënë, qoftë largimin e tij, qoftë edhe qeveri teknike. Një qeveri teknike për Shqipërinë është kthyer në domosdoshmëri, jo pse e kërkon opozita. Nuk jam atë pse e kërkon opozita, po e kërkon koha. E kërkon koha dhe e kërkon reforma që duhet të bëj shteti shqiptar karshi të gjithë institucioneve. Mos harrojmë se qeveria teknike nuk bën asgjë më shumë përveç se i liron duart spakut edhe BK-s për të bërë detyrën e tyre dhe për të bërë atë ndëshkimin e çdo personi i cili ka vjedhur dhe ka grabitur këtë vend dhe këtë popull e ka çuar në varfëri. Kështu që qeveria teknike është domosdoshmëri, nuk është kërkesë e njërit apo tjetrit. Dhe Rama e din shumë mirë këtë. E di shumë mirë dhe ka marrë sinjalet. Unë kam thënë që Rama i ka marrë sinjalet gjatë gjithë vitit 3 herë. Gjithsej, hera fundit ishte kur ambasadoria e dërguar e ambasadës amerikane në Shqipëri i vajti në zyrë dhe ai nuk ishte. Në momentin që nuk ishte, latë kishte për të lënë dhe hiku. Dhe sinjalet e tjera janë thash 3 goditi që hangrin fund, qoftë për vendimet që merr Amerika për Ballkanin Perëndimor, qoftë Komisioni Energjetikës apo i FMN-s, vetë FMN-s. Ajo ishte akoma më e keqe, domethënë, më e dukshme, më e prekshme. Edhe ky prandaj edhe nuk e zuri me gojë, por përsa e përket nuk ishte pse të zinte me gojë në një qeveri, po të themi normale, me 3-4 muaj qeveri të dalë nga zgjedhjet, nuk ka pse përmendte zgjedhjet parakoshme apo qeveri teknike. Nuk ishte asnjë arsye përsa e përket edhe gjithë zhvillimeve që ne kishim pasur dhe ky kishte drejtuar në mënyrë të fantastike këtë vend dhe po bënte çuditëra në Shqipëri. Kështu që nuk ishte arsye pse ti përmendte. Vetë përmendja e zgjedhjeve të parakoshme apo qeverinë teknike tregon se ai e ka ujin në rrogoz dhe e ka kuptuar që nuk është i paqëndrueshëm në atë kabinet qeveritar. Është njësoj si ajo që deklarata që bëri që u përmendën pak më parë që ju drejtu po të isha unë kryetar komisioni nuk do i nxirja për jashtë. Pra edhe këtu ai kishte replika për të bërë me politikën amerikane më tepër se sa me spakun, ndërsa këtu ai prapë është ajo politika amerikane e cila do ta bëjë të mundur, them se do ta bëjë të mundur qoftë largimin e tij, qoftë krijimin e një qeverie teknike e cila në çdo moment që të bëhet nuk duhet të jetë absolutisht nuk duhet të jetë me politikan aktual që janë në qarkullim. Nëse do jenë me politikan aktual që janë në qarkullim, sepse e gjithë politika jonë është zhytur tek Sorosi, është rritur me Sorosin dhe akoma vazhdojmë me mentalitetin e Sorosit. Zoti Markoçi, disa herë dhe më konkretisht në fakt, zoti Rama ju shmang pyetjes së gazetares Ambrozia Meta lidhur me Ergy Sagasin. Si e gjykoni këtë shmangje, ishte taktik apo nuk donte që të jepte një përgjigje që ndoshta më pas mund të merrej si referencë? Edhe është e njëjta gjë siç bëri me Akshin që ndeti një javë, u mbyll një javë atje në shtëpinë e vet dhe pas javë doli dhe e nxori atë takshit sikur ajo ishte perëndia në tokë, që kishte bërë punët më të mira, më kolosale, në të njëjtën kohë që ne kemi diskutuar gjithmonë që siguria kombëtare e Shqipërisë është e cënueshme, është e tjetërsueshme, sepse nuk është se doli Akshi sot, por gjithë veprimet që janë bërë në Shqipëri janë të gjitha të çojnë pikërisht tek siguria kombëtare. Akshi nuk është një institucion do si do, por
është një nga institucionet të cilat përmbledh të gjithë sigurinë kombëtare, kuptojmë, është gjithë siguria kombëtare e Shqipërisë, por brenda aksit duhet të kuptoni edhe atë tjetrën që ai nuk e përmend dhe do gjithmonë ta anashkaloj, është ajo që unë kam thënë, është porti i Durrësit, i cili do t'i haj kokën të gjithëve pa përjashtim të asnjëri. Se në portin e Durrësit janë gjithë makinacionet. Aty është aty përveç politikës amerikane kemi edhe politikën e NATO-s, sepse prandaj them që ky ka prek sigurinë kombëtare, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Amerikës apo vetë NATO-s, sepse është personi që ka marrë dhe merr informacionet sekrete, themi, por gjithashtu është edhe pjesa ajo që e kam diskutuar qoftë edhe më parë. Më fal. Për sa i përket drejtimit të shikut në Shqipëri, i cili është edhe ajo është një person e cila është hequr nga Kosova për lidhje me UDBA-n dhe çuditërisht ky e mori dhe e solli e bëri ministër kështu kryetare të shikut. Apo po të shohim edhe ministrin e drejtësisë i cili është pa certifikat sigurie, edhe pse ka qenë zëvendës ministri i brendshëm. Pra këtu ka kështu janë drejtorët e drejtorive apo drejtori i përgjithshëm i policisë që është pa certifikat sigurie. Këtu pra siguria kombëtare në Shqipëri është e cënueshme në çdo hap dhe në çdo vend. Kështu që ai patjetër që nuk është problemi se ai shmanget emrave, ai shmanget fenomeni që ka ndodhur. Dhe po të shohim fenomeni që ka ndodhur në Shqipëri është katastrofik. Çdo lloj qeverie që do t'i dilte kjo lloj afere, themi, ky lloj skandali, çdo qeveri duhet të ikte gjithë natën, jo të priste ta hiqnin, po duhet të ikte gjithë natën. Duhet të zhdukte fare, nuk duhet të ekzistonte. Ndërsa ky jo vetëm që ekziston, po i merr edhe në mbrojtje. Dhe thash, nuk është problemi i përmendjes së emrave, sepse dihet që çdo emër që del, qoftë në skajë që të qoftë në drogën, qoftë në krimi, qoftë në rrëmbime, qoftë në kudo që të jetë, të gjitha të lidhen edhe të çojnë tek një emër që quhet Edi Rama. Kaq. Nuk ka person tjetër këtu, jo pa qëllim e kanë kërkuar dhe e kërkoj. Dhe e them gjithmonë është ky ka ndërtuar mafia në shtet. Nuk diskutohet fare. Tashti po jep formën e një republike kryeministrore që ky vendos për gjitha. Dhe ky kur vendos një republikë kryeministrore do të thotë se çdo emër tjetër është inekzistent. Nëse ky nuk do ky, nuk bëhet absolutisht asgjë. Nëse cakton ky dikë, ai merr fuqinë e tij. Dhe këtu është gjithë filozofia e kësaj. Pra çdo person i caktuar nga ky ka fuqinë e tij, por gjithmonë themi është repertitori i tij, nuk është se është ka një fuqi vetë personale. Çdo person, por është repertitori i tij përcjell atë që ky don, atë që ky kërkon dhe atë që duhet bërë. Dhe ky s'ka pyet absolutisht askënd, qoftë për emërime, qoftë për shkarkime, për çdo gjë ky i ka bërë vetë, të gjitha i ka bërë vetë. Ky s'pyet asnjë nuk pyet. Kështu që ai është i gjithë pushtetshëm deri tani, përveç po e ritheksoj, përveç SPAK-ut. SPAK-u nuk e kam në dorë. Aty nuk mund të penetrojmë. Për të tjerat pastaj ka të gjithë në dorë. Nuk kam. Ky edhe në politikën e jashtme, ky është i mbaruar, ky nuk ka asnjë lloj takimi, ky ka vetëm me të majtët. Por edhe ato të majtët tashmë do fillojnë dhe kanë filluar ta lëshojnë për një arsye të thjeshtë, sepse edhe aty ka plas skandalet e tenderave dhe të vjedhjeve galopante që ka bërë kjo Europë. Jo pa qëllim kam thënë që unë nuk dua të futem në ato kooperativë, sepse është një kooperativë e cila vetëm vjedhet dhe po vërtetohet gjithë ditës që nga aty vërtet që vetëm vjedhet dhe bëhen skandale pas skandalesh. Dhe pse janë të tillë, ata tashmë për të siguruar veten e tyre, për të shmangur, megjithëse është shumë vonë, po ata mendojnë se duke u shmangur edhe Ramës, ata mendojnë se do t'i shpëtojnë. Por do të shihni që unë kam deklaruar që gjithë skandalet që janë në Europë janë të lidhura me Shqipërinë. Faleminderit shumë.